Edhe këto rana shpifje jam pjesë e padis, kështu që faleminderit. Akuza, paralajmërime e ofendime mes asamblezëve e kryetarit Përparim Rama, i cili 3 herë foli e asnjëherë për pastrimin. Megjithatë, zhurma e krijuar në Kuvendin Komunal të Prishtinës i parapriu një zgjidhje të përkohshme ndërmarrjes pastrimi. Propozimi shumë pritur për subvencionimin e punëtorëve erdhi nga Drejtoria e Shërbimeve Publike. Çështja po shkon drejt një zgjidhje. Si rezultati i këtij negociimi do thotë është mbërri faza e parë e përmbylljes së kontratës prej 1.5 milion, që e thash edhe më herët është nënshkruar prej të 2 palëve. Një prej rekomandimeve tona e që është edhe sot pikë e renditës së kësaj seance, natyrisht është edhe subvencionimi prej 300.000 eurove të cilën punëtorët e pastrimit natyrisht e mirëpresin. Propozimi kaloi me 20 vota pro dhe 19 kundër. Lëvizjave të vendosje që konsideroi subvencionimin e pagave të punëtorëve në kundërshtim me ligjin, propozoi 5 veprime. Në 1. Zbatimi përpik të rregullorës së aprovuar në këtë kuvend komunal. Në 2. Shlyrja obligimeve, borxheve që komuna ka ndaj ndërmarrjes pastrimit. Pika 3. Transferim i mjeteve financiare të grumbulluara nga komuna në emër të inkasimit për shërbim nga qytetarët. Është fjala për pagesat për faturat. Këto janë paret pastrimit. Për të deklarimit politik të pamatur të Përparim Ramës, faturat duhet me u pagu në ndërmarrjen pastrimin. Këto rekomandime kaluan me 21 vota për dhe 17 kundër. Kundër nuk doli Partia Demokratike e Kosovës, e cila pati një kërkesë për seancën e ardhshme. Ne do t'i përkrahemi të gjithat që ndihmojnë situatën për t'u përmirësuar. Sa i përket propozimit që u përmend nga për aksionar, ajo duhet trajtohet me një pikë të veçantë, edhe sigurisht ne propozojmë që qysh në seancën që do të vjen raportimi për të gjitha ndërmarrjet publike. Në seancën e ardhshme të kuvendit, pritet të trajtohet çështja e aksionarëve në të gjitha ndërmarrjet, duke caktuar kështu një bord të ri në ndërmarrjen pastrimi.